Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar vëllezër dhe motra, u rikthyem në pjesën e tretë të këtij seminari dhe me temën e fundit për sonte. Në temën e parë kemi folur për ndërtimin e imanit dhe kemi folur atje se si ndërtohet imani dhe ku ndërtohet imani, elementet e ndërtimit dhe lokacioni i ndërtimit. Dhe pastaj kemi folur se pas ndërtimit vazhdon funksionimi. Normal, çdo ndërtesë do të jetë funksionale. Do të shërben për çka është ndërtuar. Dhe atë kemi mësuar pastaj se ndërtesa e imanit shërben që të lidhemi me Allahun te barekutaala. Ta madhojmë Allahun xhalla xhelaluhu dhe të ndërtojmë para zero. Dhe pastaj këto tri funksione hap mundësi të funksionimit edhe të funksioneve tjera të imanit që realisht ofrojnë më të kënaqësi në këtë botë dhe shpëlim tek Allahu xhalla wala. Kemi përmend qetësinë shpirtërore e tjera që kanë të bëjnë me imanin funksional jetën e besimtarit. Pastaj kemi thënë tek e dyta të ndëruar se nëse imani ndërtohet siç duhet dhe është funksional, tash fillon që të ketë karakter ndërtues edhe ai. Ai tani na ndërton neve. Duke filluar në ndërtimin e të menduarit. Ta ndërton mënyrën e të menduar çish mendon një musliman përmes imanit. Dhe dallimet mes të menduarit përmes imanit dhe përmes egos, përmes epshit apo interesave tjera. Atë kemi përmendur afërsisht 10 pika të rëndësishme, se cila normalisht meriton shumë më tepër shërim, por besoj që këtu janë të mjaftueshme për të vëdësuar në raport me këtë çështje kaq madhore, që është çështja e imanit. Ka mbetë e treta personte. Ajo është si ndikon imani tash në veprimin ton. Mësuam si ndikon imani në mendimin ton. Dhe tash si ndikon imani në veprimin ton. Të ndëruar, kur jemi tek vepra, atë duhet kuptuar se vepra është realisht pika finale e udhëzimeve fetare. Allahu xhalla wala ka zbrit shpallje udhëzime që na të punojmë. Prandaj kur Allahu përmend devijimet e popujve të mëhershëm, përmend se ata realisht kanë pas shumë llafazëri, llafe kanë bërë shumë, diskutime, muhabete, debate të mëhershme të panevojshme, e jo me i shëndru këto mësime në produktivitet edhe në vepra të mirë. Prandaj pejgamberi i ka edukuar sahabët që ata të mendojnë gjithmonë për vepër. Dhe kjo është tash një rezultat i të menduarit që duhet. Muslimani mendon për veprën. Qysh me e shëndru këtë dije në vepër. E këto ta pastaj në zëllshmërinë e veprimit dhe mentalitetin e veprimit ka ndikim të madh dhe kryesor dhe kyç imani në Allahun te bareke ve teala. Prandaj ne shohim dhe gjejmë tek pejgamberi se si i kanë ditë sahabët me punu, kush e bën këtë, kush shkon këtu, kush e bën këtë vepra. Dhe Allahu xhallahu ala në Kur'an para udhëzimit të Muhamedit alayhi salatu wasallam ka përmendur shpeshherë xhenetlit, suksesin, ata që Allahu i ka shpërblyj, ka graduar. Pse? Bima kuntum ta'malun. Për shkak se keni qenë për mirë, keni punu. Dhe puna kërkohet, zëllshmëria e veprimit kërkohet. Në këtu imani të ndëruar ka me të vërtet shumë që ka me na dhonë për të lëvizur procesin e veprimit në praktikë. Fillimisht do të përmeni, do më thonë, edhe këtë komendon 2 nivele. Shikoni, çdo ligjërat i ka 2 nivele. Ligjërata e parë ka pas nivelin e ndërtimit dhe nivelin e funksionimit. Edhe tek ligjërata ka qenë, do më thonë, rëndësia e mendimit dhe funksionimi i mendimit. Dhe këtu kemi tashmë edhe veçoritë e të vepruarit përmes imanit dhe pastaj shtyllat me sa ndërtohet të vepruarit sipas imanit. Do më thonë, njerëzit në esencë veprojnë. Çdo njeri vepron. Njeriu i krijuar që të lëviz, njeriu i krijuar që të vepron. Njeriu non stop diçka bën, lëviz. Mirë po, dike lëviz diçka, dike e lëviz diçka, e neve në lëviz imani. Të vepruarit e dikujt përmes imanit, a dallon nga të vepruarit e dikujt përmes, për shembull, epshit, përmes një mësimit caktuar, a dallon shumë. Ashtu sikur që të menduarit përmes imanit dallon shumë nga të menduarit përmes epshit, egoizmit e kështu me radhë, gjithashtu edhe të vepruarit përmes imanit dallon shumë nga të vepruarit jashtë
kornizave dhe ndikimit të imanit. Se të në veçorit e të vepruarit përmes imanit. Nëse përmes imanit bëne diçka, jo përmes ndonjë e çështje tjetër, veç imani na ka shtyjë më këtë punë, atëherë veprat çfarë veçori e marrin, çfarë specifikan, çka është e veçanta e të vepruarit me iman. E veçanta e të vepruarit me iman të ndëruar vëllezër dhe motra është se më së pari imani na mëson që veprën ta kemi të mirë. Domthonë imani nuk pranon çfarë do vepra. Imani na mëson që veprën ta kemi të mirë. Ndaj ka në Kur'an shpeshher innal ladhina amanu wa amilu s-salihati. Ata që besojnë dhe bojnë punë të mira, nga se ai që beson e pritshme për ti është të bën punë të mira, jo çdo punë. Dhe puna e mirë i ka dy kushte, e sinqert për Allahun dhe në frymën e udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e veçanta. Asnjë frym tjetër nuk mëson çështo. Ande e veçanta e vepruarit me iman është se imani na mëson që në start, në fillim, para se me bëni një vepër, të kujdesemi që ajo vepër të jetë e mirë, jo çdo vepër. Nga se vetëm veprën e mirë Allahu e shpërblen. E për të qenë vepër e mirë, do të jetë e sinqert për hir të Allahut te barekuta. Dhe pastaj të jetë domthon në përputhje me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull të ndëru minimumi fukaras është vepër. Vepër është. Dikush thotë është vepër e mirë. Ja, është vepër. Minimumi fukaras është vepër. Kur bëhet e mirë e kur nuk është e mirë. A ka mundësi ndihma ndaj fukaras me kon vepër e keqe? Ka mundësi. Kur ti ndihmon fukaras me një pako, ai fiton pe ti një pako, ndërsa ti fiton pe ti 10 fata. Kush ka fituar më shumë? Ai një pako pe ti e fiton. Ti për ti fiton 10 pako, 10 fata. Edhe i publikon. A është vepër e mirë? Ja, nuk është. Nuk është. Nëse nuk është vepër e mirë, është nënçmim dhe përbuzje për fukaran. Po, fotografia për të dëshmuar donatorëve se po japet, kjo punë tjetër, po kjo është e kufizuar dhe kjo e ruan dinjitetin e fukaras. Ose për shembull, i kanë ndihmuar fukaras me përbuzje, me nënçmim, me arrogancë. A është vepër e mirë? Ja, nuk është. Nuk është. Prandaj Allahu xhallahu çka thon Kur'an, për të na përmirësuar çastin ka shi përmirësisë na tha. Allahu xhallahu në Kur'an tha: "Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha." Një fjalë e mirë te Allah është më e pranuar, më e mirë se një dhënie që të bezdis e shqetëson. Te Allah më e pranuar është dhe më e dashur është me thonë dikujt, Allahu të ndihmoft, Allahu të lehtësoft, me lejen e Allahut këmë të ndihmu Allahu xhallahu. Fjalë të mira, sa më thonë, merre se na keni lodh shpirtin me këto ndihma, veçunë po i ndihmoj se të tregosh sigurisht ndihmu e nënçmon, ja përbuz të mëhon dignitetin, ja shkel karakterin e ndihmon. A është kjo vepër e mirë? Ja nuk ka vepër e mirë. Andaj iman na mëson që të bëjna vepra, të jemi praktik, por të jenë vepra të mira. E për të qenë e mirë duhet të qenë e sinqert dhe çysh e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çysh ka bëu pejgamberi? A ka nënçmu dikan, a ka përbuz dikan? Absolutisht. E shumë udhëzime të tjera që dalin nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj e veçanta e të vepruarit përmes imanit është se imani nuk lejon që të bëjmë çfarë do vepre, por kushtozon dhe na mëson që vepra të jetë e mirë. Po këtë fjalë është pranuar. Këtë fjalë është i pranuar, vepër e mirë. Ama veç vepër, pavarësisht e mirë e keqe, ja, kjo nuk është pjesë e mentalitetit të muslimanit. Besimtari mendon me bëu mirë, edhe veprën e ka të mirë. Pastaj e dyta, e veçanta, është se krahas që na mëson imani që veprat të jetë mirë, na mëson të jetë edhe cilësore. Një vepër mund të jetë e mirë, por nuk ka cilësor, nuk ka kvalitet. Për shembull, me fal namazin, e fal për Allahun xhallahu, sinqert. E fal çka fal pejgamberi alayhi sallam. Mirë, po nuk koncentrohet, nuk e përjeton, nuk ka ndikim namaz në jetë përditshme. Kur të ky namazin vazhdon me punë tjera, jo të mira, jo të hijshme, ne s'ka cilësi, nuk ka kvalitet e iman në mëson. Qase ka thonë pejgamberi sallam, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allahu don që kur dikush nga ja bën një punë,
ta përsos, ta përhyn që duhet. Pa imani na mëson të jemi vepër mirë dhe të jemi cilësi mirë në veprimet tona. Kush na mëson imani? Imani na mëson edhe vazhdimsinë në vepra. E veçanta e të vepruarit përmes imanit është se veprimtaria e besimtarit është e vazhdueshme e jo periodike. Vepërmi në Ramazan. Ashko Ramazani, pastaj Allah na ruaj. Vepër mirë, për shembull, në xhami. Doli për xhamis, mos vet. Vepër mirë në punë, apo në shtëpi, mos vet. Vazhdimsi në kuptimin edhe të vendit, çdo vend vazhdueshëm bën mirë, edhe në kuptimin e kohës, çdo kohë bën mirë. Kjo është e veçanta e të vepruar përmes imanit. Ai që nuk vepron në bazë të imanit, as përmes imanit, jo gjithmonë bën mirë. Dhe jo gjithçka që e bën është e mirë, dhe jo çdo vend bën mirë. Dhe jo çdo dhe jo ndaj çdo kujt bën mirë. Dallon. Andaj ne duhet të dallohemi, se jena musliman. Duhet të dallohemi se veprat tona realisht bëhen përmes imanit, përmes besimit në Allah xhallahu ala. Ne duhet të jenë të veçanta, specifike, që dallojnë qartë nga të tjerët. Dhe gjithashtu imani na mëson që mos ta nënvlerësojmë asnjë vepër. Pejgamberi na ka mësuar në emën e imanit. Përmes imanit në ditën e gjykimit na ka mësuar që të mbrohemi e të ruhemi nga zjarri i xhenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. Ittaqun nara walau bi shaqqi tamra. Ruajeni nga zjarri i xhenemit edhe me gjysmë hurme. Nga se kaq është potenciali, kaq është mundësia. Nuk nënvlerësojmë asnjë punë. Do njerëz mendojnë se me dhon sadak do të më pas për 100 euro, 1000 euro, 10000 euro më dhon dikujt, kështu pak. Jo. Imani na mëson që me dhon, po me ndihmu, patjetër. Por kur nuk ke s'janë mundësit, s'janë rrethanat, tha pejgamberi el kalimatu tayyiba sadaqa. Fjala mirë sadak. Tabassumu fi wajhi akhika sadaqa. Ti buzëqesh vëllau tonë sadak. Këtë këto sadak, këtë këto lëmosh, këtë këto bamirësi. Pejgamberi alayhissalam në emën të imanit dhe përmes imanit na ka mësuar që të bëjmë vepra të mira edhe atëherë kur na nuk I gëzojmë frytet e tyre. Bën vepër mirë, edhe pse vdes, le të jetë mos ti e gjurmë që ke bërë mirë. Ama jo nëse unë se gëzoj, as nuk e bëj. Jo. Edhe pse nuk e gëzoj unë, prapë e bëj. Le të gëzon dikush pas meje. Dhe këtë qasje ka shi veprave kaq bujare, kaq humane, kaq njerëzore, kaq gjithëpërfshirëse, e mundson vetëm besimin në Allah xhallahu, vetëm imani. E si në vazhdimsi e inkurajon besimtarin, e stimulon për punë të mira, pavarësisht rrethanave, pavarësisht mirënjohjeve, certifikatave, pavarësisht lavdatave, pavarësisht kësaj. Ai nuk e kushtozon veprën e mirë nga këto rrethana. Kusht për të është që imani t'ja legjitimon veprën, e ti thotë se është e mirë. Kjo është kusht për të vepruar dhe të vazhdon të jetë vepër mirë për atë sa vazhdon Allah me shpërblim. E kurimi tash të inkurajimit të ndërruar, kjo pjesa e parë është pjesa e, domthonë, veçorive. Edhe pjesa e dytë ka të bëjë me pjesën e fuqisë inkurajuese të imanit për punë të mira. Fuqinë që e ka imani, të ndërruar vëllezër dhe motra, për me e shty besimtarin drejt punëve të mira, nuk e ka asnjë send në dunjë. Kur që në dunjë s'ka. Ma të fuqishëm se imani, me shty besimtarin drejt punëve të mira, drejt sakrificës, drejt angazhimit, drejt bamirësisë, nuk ka asgjë si imani. Nuk ka. Andaj do ta bëjmë përballje të kësaj ligjërate 3 komponente të rëndësishme, të cilat I japin fuqi imanit e imani na jap fuqi për të bërë punë të mira. A kuptuat këtë lidhje? Shumë e rëndësishme. Imani fuqizohet nga këto 3, shumë. Dhe fuqia e imanit pastaj mundson edhe fuqinë e veprimit. Imani shtohet shumë nga këto 3 burime dhe shtimi I imanit mundson shtimin e veprave. Nëse imani realisht mundson veprat. Dobësia e imanit sill edhe dobësinë e vepra të mira. Plagështia e imanit sill plagështinë e veprave e kështu me radhë. Prandaj ne duhet që të ndërtojmë imanin si duhet, atje derisi parë ta bëjmë funksional
dhe nga aspekti i funksionimit të imanit, realisht të ndikohet edhe vepra jonë, edhe veprimtaria jonë, edhe puna jonë, edhe praktika jonë. E kështu pastaj me kompletohemi shumë bukur në aspektin e qenit musliman, që kjo është muslimani i kërkuar, i cili ka të ndërtuar besimin si duhet në zemrën e tij dhe të manifestuar si duhet në gjuhën dhe gjymtyrën e tij, dhe e ka imanin funksional në pika që i përmenëm, i cili funksionim pastaj ja suporton dhe ja organizon dhe ja ndikon të menduarit edhe të vepruarit e tij. Të themi tek pjesa ku mbetëm. Mësuam në pikat që i përmena 3 apo 4, veçoritë e të vepruarit përmes imanit. Se imanit mundson vetëm punë mira me bë. Insiston në cilësi, insiston në vazhdimsi që e përmena dhe në insiston në atë që mos ta nënvlerësosh asnjë vepër të mirë. Çka të vjen për dorë mirë me bë. Këto janë veçoritë e të vepruarit përmes imanit. Mirë. Imani përmena shtyme me vepru. Ku e merr ai shtimin? Ku është forca e tij? Forca e tij të ndëruar është në këto 3 çështje madhore. E para, dashuria ndaj Allahut të mënduar. Dashuria ndaj Allahut të mënduar. Wallahi sa më shumë e dojmë Allahun, ma vepër mirë jemi. Ma vepër mirë jemi. Dashuria për Allahun xhallahu ala largon çdo hezitim, çdo pengesë, çdo hamendsi për veprim, dashuria ndaj Allahut e largon. Çdo vepër të keqe që s'ke mundësi me largu, vallahi është për shkak se dashuria ndaj Allahut mungon. Nëse ka dashuri ndaj Allahut mjaftueshme, nuk ka vepër të keqe që nuk e braktis, nga se i dashuri për të dashuri bën gjithçka. Robi për Zotin vetë bën gjithçka. E dashuria të ndrum normalisht do të më qenë funksionale. Jo dashuria e pretendimit. Jo dashuri e përgjithshme. Jo dashuri, dhe më thonë, e pa kuptimt. Ja. Feja është e disiplinës, e rregull e mësimit, e udhëzimeve. Prandaj, çysh funksionon dashuria ndaj Allahut në shërbim të funksionimit të imanit, i cili pastaj na bën funksional në rrafshin e veprave të mira. A e kuptuat këtë lidhje? Unë thash, imani e merr forcën të dashuria për Allahun për të na dhënë forcë që të jemi vepër mirë. Nga se po flasim për ndikimin e imanit në veprim. E imani duhet të jetë indikuar nga dashuria për Allahun, nga dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, që pastaj të ndikon edhe në produktivitetin ton dhe veprat tona të mira të vazhdueshme. Si ndodh kjo? Cila është ajo dashuri? Me çka do të ketë dashuri? E para të ndërum, njohja Allah xhallahu ala. Wallahi sa më tepër një Allah xhallahu ala. E njësë është bujar, i mëshirshëm, i kujdesshëm. Çtohet vallahi zilli për adhurim. Çtohet dashnia për Allahun, i lum jon që kam këtë Allah. I lum jon që kam këtë Zot. Kur një Allah xhallahu ala. E një mëshirën e tij. E një bujarinë e tij sikur se përmana. E një dijen e tij. Para sot ka mundsu Allah me ditë nga shpallja. Prandaj të ndërum, dashuria është e rëndësishme, por dashuria e cila funksionon mbi njohjen ndaj Allahut të mënduar. Jo dashuri e përgjithshme. Jo dashuri më shumë imagjinare se sa reale praktike. E përsin kështu të njohim Allahun. Të njohim begatit, mirësitë dhe kujdesin ndaj neve. Për shembull, të ndërum, nëse e mediton begatinë e të folurit, subhanallah, kush ma këtë folur? Allahu te barekuhu teala. Këtë dëgjuar, këtë shikim, Allahu më dha. Shko jeta sa e bukur është, shko sa lehtësime ka, shko sa punë kryen me këto. Kush mi ka dhënë? Allahu xhallahu ala. Sa më tepër i përdor këto begati, në jetën e përditshme, duke i ndërlidh gjithmonë me kujdesin Allah ndaj teje, kjo çka bën? E shton dashnin ndaj Allah xhallahu, çu nuk e shton? E shton vallahi, apo gjithmonë dashnin ndaj Allah xhallahu, subhanallah. Sot po kam mundësi me këto me pa fëmin tam, po kam mundësi me pa begatin, me pa gruan, me pa burrin, me pa prindin, me pa. Dhe gjitha këto mirësi që ti i përjeton, realisht e mbushin zemrën dashni për Allah xhallahu. E kur mbushet zemra dashni për Allah xhallahu, lëviz veprim domosdoshmërisht.
pa hezitim, pa rezervë. Gjithashtu Allahu xhallahu ala na ka mësuar që kur ne bëjmë diçka, na me ato që Allah na ka më bëu mirë. Ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Bën mirë që s'ka bëu Allahu mirë ti. Mësoj të tjerë që s'ka mësuar Allahu xhallahu xhallahu. Ndihmoju që s'ka ndihmuar Allahu te barekuhu teala. Kur një këtu begati dhe këtë kujdes ndaj ti, ti rresh tash i përdor edhe në vepra të mira në jetën e përditshme. Ajo që është të dashni për Allahun xhallahu ala, dhe ajo dashni e cila motivon për punë të mira, është edhe meditimi dhe njohja e kushtit të imanit që flet për pejgamberët. Allah ka dërguar pejgamber të ndëruar vëllezër dhe motra. Pse Allah ka dërguar pejgamber? Këta pejgamberë që janë tokë, çka kanë lufta këto? Muhamedi alayhi salatu wasalam ka ardhur si i dërguar i Allahu xhallahu ala. Sa sakrifica, sa lodhja, sa refuzimi, sa ballafaqimi, sa dhimbja, sa mundimi, sa smundja. Gjitha këto e shumë atë për se ka që ka përretu pejgamberi në fund pse? Për mua për ty. Me në mësu fen dhe adhorimin. E thush, tënë këto i ka bu pejgamberi sakrifica, me më mësu namazin, e unë apet më së më falë, a është e legjikshme. Dashnia për pejgamberin realisht të shpijet e dashnia për Allahun. Kush e ka dërguar pejgamberin? Allahu te barekuhu teala. E që Allah ka qenë pejgamber, këtë mësime, Allah ka shpall Kur'an. Allahu po më thotë mos e bë këtë punë, për me kuptuar që s'bën më këtë punë, ka dërguar pejgamberin, ka ndëruar me njerëz më të mirë. E unë më injoru gjithë këtë kujdes e prap më bë, ja nuk bën këtë punë kështu. A kuptu zinxhirin si funksionon? Domthon dashnia e ushqyer nga kujdesi Allahut për neve me pejgamber. Zelli pejgamberëve patjetër duhet të reflektojmë mirënjohje dhe respekt për këtë sakrificë. Me çunë bënaje që ka u pejgamberi sa bënaje. Me mësu ty që mos mi bëllat shirk. Mos mi bëllat ortak në adhurim. Ka mësu që mu falë, me agjeru, me largohë për i punëve të këqija, kjo është e keqe, kjo nuk banë. Për të pas hapësirë të mjaftueshme të ushtrimit misionit, pejgamberi alayhi sallam ka shku vend në vet, ka shku vend pa njohur, vend që dallon shumë për vendin e tij, shumë aspekte. Megjithatë i rrezosh një hapësirë, që në atë hapësirë të ushtron misionin, detyrën që ka për ta mësimet tona të sot. Vallahi këto kur më kanë shumë dashnia për Allah, thoshë Zot, këtë për neve çto. E pastaj çka më bëne? Po përgjigjo, po nështrahu, po bën punë mira. Dhe kjo është lidhja që imani realisht stimulon për punë mira. Përmes dashnisë, dashnia ushqehet përmes këtij kujdesi mes pejgamberëve. Pastaj të ndrum ajo që është dashnia për Allahun xhallahu ala, dashuria e cila motivon për punë mira, dashuria e cila na shtyn ka punë të mira. Është edhe trajtimi që Allahu ja bën punës të mirë. Dhe trajtimi që Allahu ja bën punës të keqe. Qysh e trajton Allahu në punë të mirë? Qysh e trajton? Me shpërblim 10 fish minimumi deri në 700 fish deri në pa llogari. S'ka llogari sa të shpërndan Allahu xhallahu. Shikoj, një punë të bën mirë, minimumi i shpërblimit për punë mirë është 10 fish. Ja soi punë mirë që ke bu. Domthon e ke dhënë 10 euro sadak. Starti i shpërblimit është si më dhon 100 euro. Starti. Pastaj shëfishimet e shumta që veç Allahu i din. E bëni të keqe? Me leku nuk e shun me një herë. Pratë mos po pendohesh. Nuk pendohesh, ta shun një të keqe. Kur e sheh këtë, subhanallah, këtë trajtim kaq inkurajues për me bëu punë mira. A nuk e don Allah xhallahu ala? Po çu nuk e don? Vallahi e don shumë. Edhe kur e don Allah xhallahu ala, këtë dashni, a nuk sill turp që me gjithë këtë stimulim për punë mira, na prapë bëjmë punë mira. Allahu thot për këtë punë ju shpërblej kaq, e kaq kish problem. E jemi kënaqur me ty, e xheneti. Ka shi gjitha këto inkurajime për punë mirë, na prapë bëhemi pasiv. Kemë kuptuar se imani në këto premtime të Allah xhallahu ala nuk është funksional, se po të ishte funksional, nuk do të mungon të vepra. Sigurisht s'ka mungu nga ana e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberi sa më shkoi kanë kur sahabët. Ahon jap një kaq jap Allahu shumë. Ja për një të apë Allah 700 fish. Prandaj edhe këtë
trajtim të punës së mirë, Allahu e ka emërtuar tregti. Dhe kjo është ekstra tash arsye për me dashur Allahun shumë vallahi. Ti po bën me tregti me Allahun xhallahu. Po kush jemi ne? Çka kena na mishit Allahu ta zot? Çka rahmi jap në Allahu ta zot? Çka punë tona? Çka kanë punë tona? Sa mangësia, sa lëshimi është. Allahu na ruaj, veç Allah e pranoft. Çka Allahu po t'jap? Diçka të lodhur, diçka me mangësi, diçka për ballë diçka që është e përkryer. Për diçka që është për të imagjinatave tona, për të mundësive ta kuptojmë ne xheneti Allah të xhel. Dhe Allah kështu e ka quajtur këtë çështje. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ka bler nga besimtarët jetën e tyre, pasurinë e tyre që në këmbim me këtë t'u jap xhenetin. Çka i duhet Allah të pasurinë jon? Çka i duhet Allah të pasurinë? Shiko, Allah e ka konsideru, dhe e ka pranu, dhe e ka trajtu bëmirësinë tënde ndaj familjes tonë, si mall që jashat Allahut e me të jap xhenetin. A nuk është mahnica të lutem? Malli është i Allahut xhalla xhelalu. E tërë është Allahut. Ta ka dhënë ty. Ti pe jap dikujt nga familjarë e ushqen familjen tonë e ushqen. Gruan tënde, fëmijët e tu, prindët e tu. I niman fukarave. Te Allahu shkon kurrgjë. Dhe këtë veprim tëndin të sadakas, Allah po e trajton si mall që po ta blen ty për të jap xhenetin. Edhe prap jemi të ladhët e të plagsh ka shi punëve të mira, të rikur. Ndaj sahabët kanë nxitu, kanë vrapu kur e kanë dëgju këtë trajtim, ka qenë mahnec, inkurajus, s'ka ishmëresh për ta që t'jenë vepër mirë. Apo është që është imani të motivon për punë të mira? Edhe këtu vallë në realitete, këto s'janë motivime imagjinare, janë realitete. Madje këtë qetëseka është një pjesë e këtij realiteti, shumë e vogël. Nëse pjesën e mbetur realisht që kjo funksion nuk e dim, në veç Allahu e din. E do ta kuptojmë ditën e gjykimit, kur shpërblehemi inshallah me shpëlimet e Allahut për punët e mira. Dhe të ndëruar, imani hap horizontet mahnice, jep fuqi mahnice të veprimit përmes dashurisë ndaj Allahut të bartave. Dhe gjithashtu ajo që ka të me dashurinë ndaj Allahut, dashuri e cila e fuqizon imanin, i cili iman pastaj fuqizon gatishmërinë dhe zellin për të bërë punë të mira, është edhe durimi i Allahut me neve. Durimi i Allahut me neve. Për shembull, namazi është obligim. Sa për besimtarëve nuk kanë fillu me punë të mira, me fal namazin, nga koha kur është bërë obligim. Obligim është bërë në moshën 13, 15, varësisht nga zhvillimi i fëmijët, obligim e ka pas, ka një moshë madhore. Ka fillu me falë kur i ka pas 30 vjet. I ka plot 17 vjet, plot 15 vjet, dikon plot 20 vjet, dikon plot 30 vjet, dikon plot 50 vjet. Allah e ka dëru në mos përgjigjën e ndaj Allahut xhallahu ala, ndërsa Allah vazhdimisht për ta kujdes. E ka furnizu, e ka rujt, i ka ndihmu. Kjo është Allahu xhallahu ala. E kur e kupton bujarinë e Allahut ndaj neve, e durimin e Allahut ndaj neve, edhe në kuptimin e mosveprimit të vënuar, edhe në kuptimin e veprimit të vënuar, do të them, por edhe në kuptimin e veprimit të cunguar, të gjymtuar që vjen nga ne, kur kupton që Allahu xhallahu gjitha këto pret që të përmirësohesh edhe më mirë. A nuk ta provokon turpin kjo dashni për Allahun xhallahu ala që ti jesh më vepër mirë? Të investosh në cilësi, në sasi kështu me radhë? Kështu imani i lëviz gjërat të ndryshme zot motra. Apo rin shka lëviz, e lëviz dashunin, e dashnia e lëviz kujdesin, e kujdesi e lëviz butësinë, e butësia durimin, e kështu me radhë, gjitha këto procese kur të lëvizin, shtojnë zotëmërinë, shtojnë aktivitetin, shtojnë produktivitetin tek besimtari. E kështu do ta kuptojmë imanin. Jo diskutime, debate, kush e çka kështu me radhë. Ja, shiko çka është imani. Shiko çush imani funksionon. Çush e ngjall dashnin, e ndes dashnin zemrën besimtarit. Zjarr që jep fuqi, si lën djegse për të lëviz drejt punëve të mira.
dhe të angazhimeve për të arritur kënaqësinë Allah te barekuhu teala. Ne këtë iman e dojmë që mburr zemrën dashni e cila sikur thash ndez gjitha kapacitetet, potencialet tona që të bëjmë punë të mira gjithmonë. Bëjmë punë të mira gjithmonë. Edhe të largojmë nga punë të këqija. E dyta, dashnia është e para me këto 5 komponente. E dyta, frika nga Allahu xhallahu ala. Frika nga Allahu xhallahu të ndëruar është një aspekt i rëndësishëm i imanit, përmes të cilit imani realisht na shtyn drejt punëve të mira. Don imani ka 3 aspekte të rëndësishme: dashnin, frikën dhe shpresën. Dashuria e pamqysh aktivizohet dhe është funksionale, dhe imani pastaj bëhet i fuqishëm me na shtyj ka punë të mira. Do besimtari vepron përmes imanit, i cili është i mbushur dashni për Zotin xhallahu ala. Por vetëm dashni e pa mjaftueshme. Njëri ka nevojë ka pak edhe për frikë. Natyrisht njëri ka nevojë për frikë. Jo gjithmonë, po edhe jo rrallëherë për frikë. Dhe çfarë është ajo frikë e cila realisht është pozitive, është konstruktive dhe është produktive? Cila është ajo frikë? Frika e vetme që e ke nga Allahu edhe qënë prap tek Allahu është veç me Allahun xhallahu ala. Ti kur ki frikë për dikujt, ik prej ti të dikush që i sigurt, apo? Po nuk ka mundësi një me ik për dikujna të aj që prej ti po ik. S'ka mundësi. Për është tek Allahu azza xhall. Sikur që Allah tha, firru ila Allah. Ikni te Allahu. Nga kush? Ikni nga dënimi i Allahut azza xhall. Nga hidhrimi i Allahut te barekuhu teala. Andaj, na duhet edhe kjo me ikë. E kush e mundësën të këtë ikje nga dënimi Allah xhallahu ala? Frika për Allah azza xhall. Frika. Nëse ka një që nuk ikë nga dënimi Allah xhallahu ala, nuk ikë nga hidhrimi Allah xhallahu ala, nga se mendoj se dashuria është ajo që mjafton. Jo, nuk mjafton. Nga se një natyrshëm ka nevojë ka pak edhe për një dozë të caktuar të seriozitetit ka shi çështjes që lëvizet edhe përmes frikës. Andaj, qysh kjo frikë realisht është aktive? Çka e aktivizon këtë frikë? Çka e bën këtë frikë funksionale që pastaj funksionaliteti i kësaj frike ta bën imanin funksional në shërbim të punëve të mira? Njohja ndaj Allahut azza xhall. Allahu ka emra të bukur që mbushin zemrën dashni, shpresë, por ka emra që na tregojnë që puna nuk ka gjithmonë mirë. Na tregojnë që Allah është i gjithfuqishëm. Aziz, Allahu xhallahu është i gjithposhtetshëm. Do intiqam që hakmirët në kuptim pozitiv ndaj armiqve, ndaj kundërshtarëve, ndaj tekqinjve, ndaj mohuesve, ndaj përgënjeshtruesve. Me njoftë Allahu xhallahu me emrat e tij që shpërfaqin madhninë e Allahut, fuqinë e Allahut, dominimin e Allahut te barekuhu teala. Po dyshim se kjo bën pak edhe pas frikë ka dalë se mund të më dënu shumë keq. Allahu tregon çka dënu popuj. Prandaj kjo frikë e bën besimtarin mirësu punë të mira. Frika e dytë, apo aspekti i dytë i kësaj frike është frika nga mospranimi. Ibrahim asum ndërtonte shtëpinë e shajt, çfarë ndërtonte? E thonte Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, pranoj pinëve. Dikush thot, pse ai Ibrahim sa më dosh me dyshu se Allah e pranon? Jo. Allah pranon. Po a është vepra ime e den që Allah ta pranon? Ka më rëndësi. Këtu kam frikën. Sikur që tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Unë nuk e bëj brengën, as nuk kam frikë se Allah nuk më përgjigjet. Unë kam frikë se nuk di mu lut. Brengën e kam të lutja. Në vepra tona, nëse qëto pak i kje dhe këto s'pranohen, që ka më ndonë? Nei, frika nga mospranimi e shton kujdesin për veprën dhe e shton kujdesin për shtimin e veprave. Nëse kjo ka problem, kimi tjerat. Ndaj të ndërum, shikoni si është ndërtuar çështja e 5 kohët namazit. Se s'llakoj ka sunet e veta, i ka sunet e veta, i ka namaz vullnetare, që mangësit eventuale në farz të thonë me nafile. Dhe t'jemi një hap, 2 hap, larg ndikimit të shejtanit që ta mbrojmë origjinën e adhurimit, që është farzi.
përmes nafileve. Kështu që besimtari ka frikën nga mospranimi. Ai që ka frikë se nuk pranohet, a shton apo e pakson veprimin? Logjikisht e shton normal. Kur ti për shembull do me dërgu fëmijën ton në studime. Ja për shembull 300 euro për rrugë. Thosh po kam frikë nuk dalin. A më 100. A është logjikshme? Jo, ti kur ke frikë që nuk dalin, ja për 200 tjera. Që shto të reagimi dur. Ama nuk thosh, po kam frikë nuk dalin, që ta a më 100, bën iki 200. Po ti atë s'po ki frikë që më dalin, ti po ki frikë që janë tepër. E besimtari a mendon ndonjëherë që punë i ka tepër apo i ka mungu? Besimtari me iman. Besimtari me iman gjithmonë mendon që mungu është. Prandaj gjithë duhet më shtu. Mungu jam. Çka do që për Allah më bëj, mungu jam. Nuk ka mundësi ta shprehi mirënjohjen si duhet ndaj mirësive të Allahut xhallahu ala me të rjetë adhurim. Me çka ti e shpagun synin tën? Me çka e shpagun mirësin, begatinë, sigurisë, e lirisë ki? Me çka e shpagun? Sa do të më thonë ditë alhamdulillah, sa do të më thonë? Ne sot që të bëjmë pak është. Kjo qasje karshi veprës, se ka mundësi, nuk pranohet, e shton veprën më tepër. E imani që detyre ka, me po balansët duar, kemi thonë atë të mendimi balansuar, po, dashunia po, edhe frika. E çfarë frika? Frika që vjen nga njohja, frika që vjen nga mundësia mospranimit, për që të vjen frika. Gjithashtu për shembull, ajo që të bëmë ashtu frikën është edhe se kujeti me tjerë. Sa do që të shka me që ke bo shumë, e ke bo mi punë që kërkur se ka bo, bëj ku lexon në rastur, unë e s'pasa bo kur e gjë. Ka njerë që bojnë punë që të habitin, mahnitin, sakrifisa. Andaj kjo është të në frikën e besimtarit se pa mjaftueshëm është. Dhe bën punë të mira në shtim. Kush e ka provoku këtë shtim? Imani. Nga se imani realisht në mësën që të kemi frikë dhe Allah të zgjellë. A që s'ka iman, s'ka frikë për Allah të zgjellë. Që s'ka frikë për dikuj që s'beson të. Dhe imani në mësën dashnin. Imani në mësën frikën për Allah të zgjellë. Frika kur është aktive, është funksionale, mundësën që tani përmes imanit të shtonë dhe punë të mira. Gjashtu të ndërum, imani në mësën se veprat e mira janë stabilitet. Veprat e mira janë faktor i qëndrueshmërisë dhe stabilitet në rrugën e Allahut azza wa jall. Pa dhe sa është kështu, atëherë do të më shtu punë mira apo mjafton me pak? Për shembull të ndërum, shtëpia kur ndërtohet. Aja që është e rëndësishme në shtëpi është që t'jetë stabile, që realisht të ndërtohet mbi themelë të fuqishme. Ata që e bojnë themelin, nuk kursejnë, nga se sa ma te për vendosin, nuk e te projnë, po sa ma te për vendosin, ndin që është në shërbim të stabilitetit. Nuk sa ma te për cimento, sa ma te për armatur, hekur, sa ma te për, sa ma i lidhër është cimento me zveti, armaturë me zveti, garantojnë qëka? Stabilitet dhe qëndërshmëri të shtëpisë. Edhe besimtar është të kupton. Duhet me konë stabil. Stabiliteti garantohet për mes shkafit, jo fjalëve, llafeve, qefeve, për mes punëve të mira. Sa ma shumë punë mira banë, ma stabilie. Sikur se litari, sa ma shumë fije ka, ma i fuqeshëm është me të majtë. Ndryshet ma një litar me 2 fije, e ndryshet ma një litar me 20 fije. E ndryshet ma një litar me 200 fije. Ta shtedin, a kimi shtu fijet, apo s'kimi shtu fijet? Kjo është e rëndësishme. Prandaj, frika se mund të këpuhet të fija, në bën që me shtu fije. E këtu frika se mund të rëshqasim, në bën që të marim masat e duhra të kapjes së mundshme në situatat të rëshqitjeve eventuale. Në imani në mëson që ki frikë, mush me rëshqit, mush me deviju, e mundshme është. Mirë, ku është stabiliteti? Në punë të mira. Unë e projshtoj punë të mira. Nëse frika nga devijimi, më ka po mirështu punë të mira. E këtë e ka mësu imani. Imani. Dhe e që ka iman funksional,
ka frikë funksionale. A që ka frikë funksionale, a ka shtim të vepra të mira. Kjo është logjikshme, kjo është e natyrshme. Kjo është qarku i duhur. Edhe ajo që gjashtë të ndërum, vëllezër dhe motra, lëviz frikën dhe Allahu xhallahu ala, kur lëviz frikën dhe Allahu te barekutaala, imani pastaj jap punë të mira, edhe shtyn ka punë të mira, është edhe kur e paranon se kemi dalë për Allah të mëndon. Kemi dalë për Allah xhallahu xhallahu, me dhon llogari. Pejgamberi alayhi sallam ka përmendur se njeriu do të dalë para Zotit vet. Lejse bejnehu o bejnehu tërgjuman, nuk kam përthysh, nuk i duhet se Allah është kriju si gjuhëve. Aje na kupton çdo gjuhë na kupton Allah te barekutaala. Tot pejgamberi sa më shikon, domethënë djathtas vepra që ka bëu, majtas vepra që ka bëu. Shikon para vetes dënimi, a ka më shpëtuar apo jo? Allahu xhalla wala para ti duke prit llogaridhënien, çka ke bëu? Çka kemi nxjerr nga straca e jetës tonë për Allah të mëndon? Çka kemi nxjerr? Po lim xhenetin. Po lim shpëtimin nga xhenemi, a din çka është xhenemi? Me çka? Ndaj të ndonjë duhet më shtu vepra të mira. Frika nga dalja për Allah të azogel. Frika nga peshorja se nuk di ran, a do të vjen ran, a është mjaftu shumë ran. Do bën që më shtu punë të mira. Të ndërrumë në njëri që i ka 10 euro në gjep, nuk ka mundësi me flet në hotele që janë me 5 yje e prezident njëra, s'ka mundësi. Me 10 euro flan diet, bashkë nga parët, flan edhe shtatin që i shëki. Mirë po, do me flet në hotele me yje shumë edhe konforme të mira, do të më shtu pagesat. Edhe këtu, do në të kallahu rahat me shku, konfort me shku, në varë me kon rahat, në gjenet me kon rahat, shtë e pagesat. Ama pagesa ti nuk bëhet me para as me are, me punë të mira. Andaj frika dalës për Allah të azogel, të bën me shtu punë të mira, që dalësh të kallo sa ma vepër mirë. Nga se sa ma vepër mirë, ma i sigurtje nga dënimi Allah të azogel. Dhe çështja e tretë të ndëruar është shpresa në Allah, sikur se përmendëm. Domthon, jemi duke folë për imanin i cili ndikon veprën. Imani gjithsesi ka me ndiku veprën, pa tjetër. Imani funksional, pa tjetër ka me nështu dhe të punët mira. Dhe forcat e imanit që nështu dhe të punët mira janë forca e dashnisë, forca e frikës dhe forca e shpresës. Dhe nëse sta forcë i pat elementet dhe komponentët vetë që e bëjnë këtë forcë aktive, produktive, funksionale. Folem për dashurinë, folem për frikën. Dhe e fundit është shpresa në Allah të barta. Shpresa të ndëruar është nga adhurimet e mëdha që Allah i dënë. Allah kërkon nga ne që të shpresojmë në Allah xhalla xhelaluhu. Dhe është motivues i rëndësishëm dhe elementar dhe bazik në veprat mira. Andaj besimtari duke shpresuar në Allahun përmes imanit bën punë mira. Çka nuk kupton shpresa në Allah xhalla? Shpresa në Allah xhallahu të ndëruar është të bësh punë të mira e të shpresosh në shpëlimin e Allah xhallahu. Jo shpresë e kot, nuk bën punë të mira, nuk kryen obligimet, nuk pendohet nga mëkatet, thotë, na fal Allah. Allah është falës. E kjo është një lloj tallje me falet Allah xhallahu. Nëse hajde kthejë të përditshme dhe kuptoj pra është tallje ose rëzet. Kthejë të përditshme. Kthej. Për shembull të ndërum. Nëse një student shkon në fakultet, edhe heq nuk mëson, nuk i kryen punimet, nuk i në ato, në fondet ka mundësi nuk bëhet heq provimi, me që është në japi nota kaluese. Kjo shpresa është reale, a shpresa duhet, me thonë, Allah, mirë, që pa shpresësh e që shtot, kjo mendim mirë, apo? Kjo është e kot, kjo është e pa imaginueshme, kjo është komplet jashta logjike së shëndosh dhe arsyes së pranuar, jashta kësaj është komplet. Që s'ka pas provime, që s'ka pas certifikim, qysh? Ndaj edhe besimtari shpreson tek Allahu me vepra të mira. Dhe kjo shpresë pastaj bëhet një lëvizës i rëndësishëm i punëve të mira. Qysh ndodh kjo? Pas pari njohja e Allahut prapë. Nëse një Allahun e don, nëse një Allahun ja ke frikën,
Nëse një Allahun shpreson të, ai që një Allahun me emrin e tij është Shakur, mirënjohësi, falënderuesi për punë të mira dhe i falëndëruari. Normal që shpreson tek Allahu xhallahu ala. Ai që një Allahun i cili është i gjithdijshëm dhe din çdo vepër që e ke bën, nuk harron asnjë vepër tek ai nuk humb. Kjo shpresë, që ushqen shpresën e shtimit të punët mira, nga se gjithçka për Allahut ka më dal, gjithçka ka më llogarit. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush bën mirë sa një grims ka më gjetë tek Allahu xhallahu ala. A që një Allahun kështu shpreson Allahun te barekutaala. Njëjë Allahu xhallahu, me njoftë Allahu xhallahu ala, wallahi shpreson, e don, ke frikë mbi ti. Gjitha këto janë të balancuara me udhëzimet e imanit. Pastaj bindja në premtimin e Allahut azza wa jall. Bindja në premtimin e Allahut te barekutaala. Imani na mëson se ka xhenet. Imani na mëson se ka shpëlim. Dhe imani na mëson se nuk u mundi askujt. Andaj këto mësime që na i jep imani, ngjallin shpresën reale tek besimtari se sa më tepër vepra të mira, më i shpëlyer dhe më i ngritur tek Allahu xhallahu ala. Andaj kjo shpresë në Allahun. Shpresa se Allah ka më pranu veprimtarin. Shpresa se Allah ja ka pranu pendimin e bën më vepër mirë. Shpresa në Allah xhallahu. Në kur kjo shpresë, do të thonë me nuancat e hezitimit, me nuancat të rezervave, ndoshta jo, Allahu pranon gjithsesi. Po mangësia është tek ne. E ne kur t'japim mundin me bëu punë të mira, shpresojmë të mangësitë eventuale Allah ka më i fal. Kjo është shpresë reale. Kjo është shpresë reale. Pastaj çka më motivon hala, do të thonë veprimin kur bie për shpresën të radhitesh pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, çfarë vlera ka ummeti Muhamedit alaihi wasallam? Është ummeti më i dashur tek Allahu xhallahu ala. Është ummeti që ka më pas më shumë të xhenet për tina. Është ummeti që ka privilegje në dunjë e në ahiret. Për shkak se e ka ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E me urreshtu mas pejgamberit alayhi salatu wasalam, e me qenë denjësisht dhe meritor që t'jesh ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund këtë arrish me deklarata edhe pretendime, po këtë arrin me vepra. Kush është më i afërti me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Kush është më i afërti? Shokët e sahabët. Kush është më vepër miri? Kush ka bën më shumë të vepra? Kush e ka pasur më shumë të pejgamberin? Kush? Sahabët. Për shpresa jonë që t'jemi pranë pejgamberit alayhis salam, t'jemi ummet i tij, na bën që të shohim punë të mira. Kjo është lidhja mes shpresës dhe pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të qenë ummet i tij. Ne shpresojmë t'jemi ummet i tij. E po që të shpresosh atëherë, vazhdojmë punë të mira. Pejgamberi më ka përmendur se nga shenjat identifikuese të antarëve të ummetit të tij, ditën e gjykimit, nga shenjat identifikuese është edhe abdesi. Ku ka prek ujë abdes, aja pesë ka me bë dritë, nur. Sejdë e bën dritë. Shaj identifikues se ka ranë në sejdë. Për aja që si kokë është identifikuese. Si do të identifikues se është ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Apo sheni që identifikimi nuk bën mbi bazën e deklarimit, mbi bazën e pretendimit, por bën mbi bazën e veprimit. E shpresa jonë që ta meritojmë këtë rreshtim na bën vepër mirë. Shumë e qartë. Wallahi shumë lidhje e bukur e mrekullueshme që dietarët na kanë mësuar. Dietarët na kanë mësuar këtë dazim. Shpresa kështu të bën. Shpresa për qenë ummeti pejgamberit i rreshtuar e kë me qenë afër ti, padyshim se kjo shpresë e lëviz besimtarin ndaj punëve të mira. Pastaj ne kemi më bëu them gjatë sikurse përmendet e Afrika. Atje. Më herët varr ka dënim. Po ka lehtësime. Ka shumë lehtësime. Ka mikpritje ashtë këndshme, sa që zemra shtohet mallëgjim për atë mikpritje. Qësh Allah i pret besimtarët që dalin nga dunjoja, kur i del shpirti, në varr, kur i ngjallen, çfarë ndërime. Shpresa se do të përfitojmë nga këto lehtësime, na bën me kohë për mirë. Nga se kur i dëgjon këto lehtësime ti, do të thonë këto lehtësime në varr, këto lehtësime për shembull në ringjallje, këto lehtësime te llogaridhënia, këto lehtësime në gjitha proceset e ditës gjykimit,
mbi çka ndërtohen? Mi punë të mira. Andaj, duke shpresuar në lehtësime, duke shpresuar në përkrahje të Allahu xhallahu ala ndaj të gjitha stacionet e udhëtimit, ne e shtojmë punë të mira. Nga se shpresa të ndëruar vëllezër dhe motra, shpresa arsyetohet me punë të mira. Domethënë sa më e arsyeshme shpresa, aq më shumë vepra të mira. Sa më pak vepra të mira, aq më e paarsyeshme shpresa. Ai ka lidhje shpresa në Allah xhallahu ala edhe nga ky aspekt që të jetë një motiv i shtimit të punëve të mira. Prandaj kështu është imani funksional. Kështu imani e ka rolin e shtimit të punëve të mira atëherë kur përbërës të këtij imani, sikur se shpresa është aktive dhe funksionale. Tjetra të ndërum edhe e fundit për këtë pjesë është shpresa që ti jesh falëndërues. Begatit Allah të kap, Allah të kap mirësit, Allah të ka ndëru me gjitha këto. Çka do të më bo? Me qenë falëndërues. A mund të jemi falëndërues tamam që Allah e takon? Jo, nuk mund të jemi. Jo, nuk mund të jemi asnjëherë. E pamundshme është. Nga se për qenë falëndërues, kushti i parë është me ditë sa të ka dhënë. A e din ti sa të ka Allah xhallahu ala? Nuk e din. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Nëse përpjekeni me i numëru begatit Allah, s'keni mundësi me dalë. Do me thonë, unë e mundë me falëndëru, për do begatit, do që i di, se ka me mira begati, e mirësi të Allahut, e kujdes të ti ndaj me që as i den se kam, as nuk di fare për këtë çështje. Prandaj qysh kime me konë falëndërues mjaftueshëm, kur as begatit nuk i din sa janë. E lërë me pastaj me ditë sa është kosta e falëndërimit për një begati. Kjo është tjetër. Apo është në gjitha këto shpërfaqen pa mundësin e të qenurit tamam që është duhet falëndërues në Allah të mëdhur. E pa mundësme është. Andaj, me që është e pa mundëshme të jemi falëndërues, s'paku të shprehim një dhe përpjekje për qenë falëndërues. E që shprehet kjo përpjekje të ndëruar vëllezër dhe motra? Që shprehet? Përmes punëve të mira. Ja shikoni që e shprehte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha thot: "Falë natën." Përmendoni, Allahu na fal neve. Falë natën. I fryeshin këmbët e bekume, duke qëndruar në këmbë të ndëruar vëllezër dhe motra. Falte namaz. Lexonte Kur'an gjatë. I lodhur e raskapitur nga përditshmëria e ngarkuar me probleme dhe telashe dhe sfida. Fale i palkundur. Natën gjatë qëndronte. Në fund kur Aisha i thonë të i dërguar Allahut, i tërë ky mund e ty Allah t'i ka falë gjunat, në kuptim të ka rujt, të s'ki gjunaha. Çfarë tha pejgamberi sa? Afala yakunu abdan shakura. Aja që është e vërteta është se unë duhet jem brava falëndërues në Allah të zgjat. Apo është me çka ka bëu përpjekje pejgamberi sa me falëndëruar Allahun. Përpjekje veç me falëndëruar. Edhe pse e ka pranuar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk ka mundësi Allahun me e falëndëruar që Allahu xhallahu ala e meriton. Qase çdo natë të ndërrojë zot dhe motra. Çdo natë pas gjithë saj përpjekje në adorim, pas gjithë timuni në adorim, në sejdën e fundit, në lutjen e fundit thonte: La uhsi thanan alejk, anta kama athnayta ala nafsik. O Zot, po e përkthej me koment. Ky është mund i një robi të varfër, i një njeriu që përpjeket me të falëndëruar ty. Por unë nuk kam mundësi ty me të falëndëruar. Nga se ti i falëruar ashtu sikur që din ti për veten tonë. Na s'dim as mundemi kur ty me të falëndëruar ashtu sikur që takon ty dhe je meritor. Por mendoni të ndërmu vëllezër motra, mas gjithë të angazhimi të jetë falëndërues. Mas gjithë së përpjekje për falëndërim, në fund ta me zbërës prapë. Po kjo është mundësia jem, edhe kjo është stratësia jem, me që kaq unë e më i marë të te o Zotë i mënduar. Prandaj, shpresa që të jemi ndaj Allahut falëndërues, të ndërum në banë që mi është tu punë të mira. Andaj ne shpresojmë që me angazhimin tonë, me zelljen tonë punë të mira, me përpjekjet tona të vazhdueshme që të jemi bamirës, të kryejmë obligime, të largohemi nga ndalesat. Shpresojmë që Allahu xhallahu ala këtë mund e pranon si falënderim e na fal për begati që i kemi shfrytzuar
na e ka lecu jetën, na e ka përmirësu jetën, nërso nësë kemi arrit asë në përqindje minimale timi dhe Allahot falëndërues. Shpresa është se përpjekja jonë e mbush pjesën e pa mbuluar me falëndërim dhe adhurim. Në një pjesë tentojnë edhe shumë e vogla me mbulu me vepra tona, që timi falëndërues. Një pjesë shumë e madhe, madje nuk i dihet funi asaj pjese që ka të bëjë me falëndërimin e mbet e zbrazur, nëse s'u mbushim ne, shpresojmë tek Allahu që Allahu xhallahu ala e mbush me faljen e mirësinë e tij për shkak se ne jemi përpjekur. E Allahu thënë në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyanhum subulana." Ata që përpjekën e lodhën për të arritur tek një suksesshëm, ne do ta mundsojmë që t'ja dalim. O Allah, na mundsoj që t'ja dalim. Kjo është ndëruar aja që pata me e thonë në këto të ligjërata lidhe me imanin. Kjo është imani. Që kjo është projekti unitësor. Ne duhet me mësu imanin për tjetu me iman. Për të afru me iman. E jo me mësu imanin për të përjashtu diken. Jo të mësu imanin për të regu e përsin të nda dikujt. Jo kështu. Por të ndërtojmë imanin që është duhet edhe ku duhet. Që imanin tjetë funksional. Në gjitha nivellet e ti, që duke qenë funksional, të ndërton mendjen tonë, të ndërton brendshmën tonë, dhe të ndërton edhe veprën tonë të jashtme, e të brendshme, që në fund dalim të Allahu, me përpjekje të vazhdueshme për të kompletuar, dhe me shpresë të vazhdueshme se Allahu xhallahu ala nuk e u mundën askujt, e Allahu na paguon me të mirët e tij. Allahu bëf që imani të mburë zemrat tona. Allahu xhallahu ala na bëf të dashur imanin, dhe na bëf Allahu të dashur interesimin dhe mësimin e imanit, dhe gjitha punët që dalin nga imani, dhe na bëf Allahu të urrejtura, të gjitha punët që bin dash me imanin, e rënojnë, e dobësojnë dhe e zbejnë fuqinë e imanit. Allah na mësof një iman që në dunja na fut në xhenet të nështrimit e adhurimit, e në ahiret na fut në xhenetin e kënaqësisë së Allahut dhe shpërblimit. Të nderuar, kjo ishte tërë për këtë seminar. Allah e pranoft, Allah na shpërbleft, e na ndriçoft rrugtimin me iman dunjë e në ahiret. Zoti ruajt, familje shumë për vëmendjen, për përcjelljen e vazhdueshme për krahjen, përse që takohemi së shpejti edhe në seminar tjetër të radhës, qofshin në mbrojtje e Allahut, në mëshirën dhe falën e tij. Allah ju ruaj ku do të jeni. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.